طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kemi filluar temën e derseve, serinë e derseve, rreth edukimit të fëmijëve. Kemi arritur tek pika e 6, blerja e veturave atyre kur ende janë të vegjël. Ne kemi disa prindër të cilët janë të pasur, apo i blejnë fëmijëve gjëra të shtrejta, dhe normalisht kur fëmija i blen ato gjëra të shtrejta, edhe i shfrytëzon jo në gjëra të mira. Kur ti ja bën fëmijës 5-16 vjetë dhe delaj me kerr, se ka 5-16 vjetë din migra. Ka që dalin. Vjen 11-12 natës, 1 natës, ai nuk din me kontrollu vetën. Ti ke bë dëm fëmijës. Thot ka disa prindër që fëmijëve të tyre u blejnë vetur duke qenë ende të vegjël, qoftë për shkak se fëmia ka insistuar gjatë në këtë, apo prindi dëshiron të i shmangët obligimeve të shumta. Hajde se fëmia mi kryen këto obligime sen, unë i kam do obligime tjera, edhe e dallashit rrugën fëmia. E kur fëmia të stabilizohet me veturën e tij, në shumicën e rasteve ai ka për të filluar ndjekjen e rrugës së devijimit. Se i ka shokët, i ka shoqet, i ka numrat e telefonit të shoqeve. Hajde po dalim, hajde po çoj deri në shkollë çto. E ki larg te shtëpinë, hajde se bashkë po shkojmë, kada ka dole, ku ta shohësh veç çilët në dirë që nuk mundesh me mshël pastaj. E sebebi kush është? Je ti je sebebi. Kështu ai fillon të rebelohet ndaj prindërve të tij dhe kontrollimi i tij pas kësaj bëhet i vështirë dhe vështirësohet kthimi i tij në normalitet, në rrugën e drejtë. Rigoroziteti dhe ashpërsia ndaj tyre përtej nevojës. Na erë vllazni, rigoroziteti i tepërt e qet krejt prej dursh mundesh me qit fëmijën. Përveç ato që run Allah azza wa jall. Kjo është një prej gabimeve që rigoroziteti i tepërt mundet me rrshit fëmia. Nëse nuk ke fillu gradualisht me mësu fëmijës tënd gjërat që janë të nevojshme të fesë Allahut subhanahu wa taala, ose duke i rrahur ata në mënyrë torturuese kur bëjnë ndonjë gabim, edhe nëse është hera e parë, ose duke i çortuar dhe të rrequr vërejtën më shumë se që duhet për çdo gabim të vogël apo të madh, apo edhe forma tjera të rigorozitetit dhe ashpërsisë. Në këtë gjë, për çdo gabim të vogël më shumë janë të inkuadruara nonat. Nonat më shumë i rrinë për mi kry çdo gabim të vogël e kapin. Se që aty janë tankon. Baba apet e ka pak me etapa. Bën sabër 1, 2, 3, 4, të 5 ndikur del për sistemit krejt. Se i mledh, i shetoni jam mledh krejt, thot 5-6 herë të kumbo sabër, edhe në fund e bën bërllak krejt. Po, e lën kolicë, dhe thuti. Kooperacia e tepërt ndaj tyre. Më thonë, kooperaci më konë ndaj fëmijëve qatë shumë që kur gjomës mi thonë fëmijës. Nuk përnë me vëllo. Ti e shten mas e me lyp ato të dikush tjetër, apo këvëtar? Shkon lyp të dikush tjetër. Thot, disa prej babalarve kurse ndaj fëmijëve të tyre për te nevojës, gjë që i bën të ndjen të mangët ata. Thot, dhe ata të ndjen nevojtar. Edhe qka, e ndoshta kjo dhe i drejton ka kërkimi pasurisë të dikush tjetër. I jep dikush tjetër, mos i subhanallah, di që ka pas raste vllazni, që baba nuk i ka dhon, agja i ka dhon. Agjen e ka dashur më shumë se babën. Plot ka. Se fëmia është çashtu ti krijuar subhanallah, që çka do që i jep, ai don më shumë. Se vetë çashtu e ka krijuar Allahu që është fëmia, po ta jep çokoladë, jep selan e këne e mon mend. Pra më subhanallah, nëse jep fëmijës për shembull një shumë parash, 1 euro 50 cent, e mon mend fëmia subhanallah, edhe ja nis me dasht për shkak një dhurate që ja ke dhënë. Pastaj thot, fillon me vjedh, fillon me lyp, apo përmes përuljes e nënçmimit në folet e shoqërive të këqija dhe njerëzve të shturjes, kur s'ki para, apo privimi i tyre prej butësisë dhe mshmërisë dhe ndjeshmërisë, për kujdesja vetëm për dukjen e jashtme. Për shumë njerëz edukimi i mirë kufizohet vetëm në ushqim të shëndetshëm, rroba të mira, këto të mirat ja bën me edukat kur gjëheq. Nuk e edukon fare. Për çato vllazni, mashkulli burri del punon. Qërni grad devotshme.
Sepse gruaja ka mu marrë me fëmin tënd. Gruaja ka mu marrë me fëmin tënd. Nëse një gru nuk është e devotshme, çajo gru që aty në qatë shtëpi e ka televizorin, çajo gru e ka telefonin. Këtë senet çajo, nëse çajo gru nuk është e devotshme dhe nuk i shikon këto gjëra me fëmijët e tu, pa çeki fëmijë. Andaj kujdesuni që ata që nuk janë të martuar, që kur të martohen ta marrin të devotshme. Teprimi në mendimin e mirë për fëmijët. Nuk u bën, nuk po themi krejt mos mi besu, po nuk po themi edhe 100% mi besu. Me gjetë një lloj mesatare. Me pas pak, domethënë, jo çdo herë mi besu çdo sen. Se shumica janë të prirur që fëmijët vetë mi besu. Se bërë fëmija jam. Unë e ku me duku që shtët. Po ti s'pe bën, a i pejtes për mësën, po për shkon për mësën në shkollë, apo për shkon për mësën për i shokut, apo për mësën për i televizorit, apo për i telefonit. Ti s'po edukon kështu, po tjetri po edukon. Edhe qëfar, disa prej prindërve të prejnë në të menduarit mirë për fëmijet, kështu që e shek se ai nuk pyet asnjëherë për fëmijët e tij, nuk e inspekton, domethënë nuk e shikon gjendjen e tyre, nuk ka asnjë njohuri për shokët e tij. Hiç më intereson me kompërin, kontrollojmë në telefonin, kontrollojmë në. Fëmijës tonë lejohet me ja kontrollu telefonin. Nuk ka sekret te fëmia yt kur është i vogël. Ose dhe mos i bën telefon në fillim. Ka dalë ti bën një do vjet. Kanë grupe të ndryshme ku e diun ani këni. Po i shkruajti në çik, ose çika i shkruajti dikujt, apo mashkulli në djali i shkruajti çikës tonde. Një herë, në fund e merr vesh edhe mo ecma. Ai ka kriju lidhen atë. Problemi është që mos me ran ato gabime disa që kanë ra, kur kanë ra pidardhës, mas të i vonë është bo, apo. Pastaj thot, teprimi në mendimin e keq për ta. Kjo është e kundërta, apo. Veç keq me mendu për ta. Jo. Edhe një lloj mesatare. Dallimi mes tyre, edhe kjo është një prej problemeve, kjo është një prej aspekteve të mangësisë në edukimin e fëmijëve, gjen njerëz që bëjnë dallim midis fëmijëve, nuk mbajnë drejtësi mes tyre, qoftë kjo për gjëra materiale, në aspekte tjera jetësore, ka të atill që bëjnë dallime në pasuri, dhurata, diçka tjetër, domethënë se fëmijët, a keni pa vllaznik, fëmia i vogël është subhanallahu, më dha kjo është 2-3 vjeç, kur ta sheh bebën, motrën apo vllajën e vet, është në gjendje me myt. Çfarë lloj xhelozie ka, la ilaha illallah, është në gjendje i hyp, ka pas rast i hyp, për mi i hyp. Më thonë, e paramenoti në atë gjendje, si non dhe si bab, apo, sepse fëmia e percepton se tash nona, tash paramenoj, nona kur ta merr bebën, e afron xhi. Edhe afron diqysh si një lloj, si fëmijë që ka. E tash ky tjetri e njeh në vetin që është largu pi nonës. S'po mirët më nona me fëmijën e vet. Ne duhet me pas shumë kujdes këtu, se psiqikisht i ndikon fëmijës. Do të pas shumë kujdes në këtë aspekt. Thot, po ashtu thot shkakton xhelozi dhe në gjokset e tyre mes njëri tjetrit dhe po ashtu pastaj kjo dërgon në përhapjen e urrëties dhe mos pajtimeve ndaj njëri tjetrit. Për aspekteve të dallimit midis fëmijëve është që asim tek disa prindër që disa të mëdhenjve i japin më shumë të holla aty me madhveshje fëmijës parë, apo fëmia i parë. Fëmia i parë i japin më shumë, pastaj dytit i bëjnë padrejtësi e kështu me radhë dhe kështu lind pastaj urrëtia e fëmijës ndaj prindërve. Dhe këtu shkaktohet problemi pastaj. Pastaj s'ka dyshim se një arsyetimi i tillë, më thon, apo tek puna e hiseve, puna bijave që si japin, gjitha këto gjëra shkaktojnë telashe në mesin e fëmijëve. Neglizhenca ndaj martesës së djemve kur ata aftësohen dhe shfaqet nevoja për të. Domethënë, kur ki mundësi me martu fëmijën, e gjen një nuse të mirë, martoje, mos neglizho. Thot, disa baballar nuk marrin iniciativën që t'i martojnë djemtë e tyre, të nevojshëm për martesë. Thot, edhe pse kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. Në hadith ka ardhur, kushdo që ka mundësi, le ta martojë, thot. Le ta martojnë, le të martohet. Nëse s'ka mundësi, deri në caktim të Allahut, sa t'jep Allahu subhanahu wa taala pasuni, agjëro, thot. Sepse agjërimi e ul nefsin, apo? Ti mundësi gjitha senet i kip, s'pe marton Allah. Pastaj thot, ky është një gabim trashenik, duke qenë se bëhet shkaktar për ata të futen gjunave apo të devijojnë,
apo të përballet me fitnë dhe joshje. Vonimi i martesës së vajzave, edhe kjo është e keqe. Ka thonë pejgamberi sa kushdo prej jush që ju vjen një njeri, një besimtar, që në dinin e tij nuk keni dyshime, është i mirë, thot martojeni, jepeni, sepse fesat bëhet në tokë. Fesat bëhet në tokë. Thot, kjo është një prej gabimeve të shumtuara, disa baballare vonojnë martesën, shkaku se është mësuese, nënpunëse dhe rrogën bjabjen. Tasha i ka qitë në dyzen senet, që ka pjamer 700 euro, 500 euro, edhe që ato 500 euro i ka qitë. Një është për rrym, një është për internet, një për këto, ta shejtani vjen minus 500, tak, lebe dhe pak, po dhe pak, po e dëmtesh ti, sepse ajo mund me ronë zina, Allahu na rujt. Dhe që bënë mëse ti? Thot pastaj, të përfiton diçka nga dynjoja dhe ka frikë se nëse e marton, atë do t'i ndërpriten këto të ardhura. Ka të atill që e vonojnë martesën dhe presin që t'i martojnë me çmimin më të lartë të mundshëm. Ndoshta kërkuesit e vajzës kanë humbur të gjitha shpresat prej saj dhe pse me gjithë dëshirë kanë shpresuar atë, kështu që prindi kësaj vajze merr në qafë mëkatet për bien e tij. Martesa e vajzave me ata që nuk i plotësojnë kriteret. Shumica e baballarëve kur t'i vjen një besimtar i mirë, apo edhe ka një pasuri mesatare sa në kri, me këqyna një që ka pozit, me këqyna një që ka pare, për fe, a fa një gjumo, a një mirë, besimtarë, atë. Po, besimtarëve që, kur o besimtarë i likësht, a i ta shkatron jetën. Nesër ta merë qiken me mbules ta qënë deti, nesër, kur bon darsëve të muzika me sen, kime pas të lashe ti. Së njën të alesh me se ti. Ose du të munda. Ta në kohën. Pastaj thot, bien e ti me një burë që ka pozit pasuri, apo të cilën e njeh personalisht, pastaj thot, dëshprimi për lindjen e vajzave, thot, kjo para se të jetë një defekt në mënyrë të edukimit, është defekt në akide vllazni. Nuk ka që është e hajgare kjo, se në kader është kjo. është defekt në akidën tonë dhe. Të shqiptarët kjo shumë e prapën. Me bo, qik, me të ra, Allah, me të dhonë, prishet qiti për njerë. O vla, subhanallah, vla, ti më spari a e den që jetu shku rrugës i dhujtarëve në kone pejgamberit alayhis salam që i kanë varros për të gjallit qikat. Pse? Pse ka një vitin të nënçmu, qikat e nënçmuma, ndërsa qikat në ditën e gjykimit kanë më konë, më burroj prej zjarit. 3 qika, 2 qika, 1, subhanallah. Fëmijë më dhe qika dhe dja, la ilaha illallah, subhanallah. Po shqiptari që është është. Kjo është defekt në akide, sepse ti nuk po kënaqesh me caktimin e Zotit. Me kaderin e Zotit s'po kënaqesh. Ajt ka caktu Allah në Kur'an, po thot, dikujt i japim djem, dikujt qika, dikujt e bom steril, dikujt djem e qika, kom tane pon, Allah azhajal e vepron sipas urtësisë së tij. Duke qenë se pasi që Allah ka furnizuar me një vajzë, ai mërzitet, ngushtohet, dhe kjo është prej veprave të ignorancës, thot Allah azhajal, dhe kur ndonjëri prej tyre merr lajmin se i lindi një vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet me mjerim, ai fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq që mori dhe zdi. Ata mbaj këtë fëmijë pavarësisht poshtrimit, subhanallah. Thot apo thot ta varros në dhe sa mbrap që gjykojnë ata. Allah në rujt, që shkanë posë mërë zemër, subhanallah, me marë qikën, edhe me shtin në varë, me shtin me një grobë, edhe me jaqit për zgjalli, me jaqit dhejën. Subhanallah. Du të më konë, jetojnë për njerës, që kjo është problemi, se jetojnë për njerës, që ka po thojnë të tjerët. Apo, sa e ngjashme është e sotmja me të djeshme, sikur të vizitojnë ndonjë spital lindjesh në vendet muslimane dhe të shikojnë në fytyrat e gjendjet e atyre të u ka lindur vajza, do të vërresh për puthshmërinë e çuditshme me i dhujtarët me kas. Prandaj thot, kujdes se dëshprimi për lindjen e vajzave është një çështje rrezikshme. Dhe ato janë, kjo është mos pajtim me kaderin e Allahut. Me këtë vepër shfaqet mohimi ndaj mirësisë Allahut azza wa jall. Është përngjasim me kulturën e ignorantëve. Është treguesi mendje lehtësisë, paditurisë dhe defektit. Është barë rënd për gruan që ajo s'mund ta përballoj. Kjo përmban përbuzje ndaj femrës si gjini dhe degradim të pozitës së saj. Ti ç'është kjo ardh? A kjo ardh nëpërmjet femrës? Nona jote ka qenë femën.
Edhe kjo ardhë, sigur ajo të mos kishte qenë, ti s'kishe ardhë. Prej format mangësisë gjatë edukimit fëmijëve është edhe emërtimi i tyre me emra të këqij. Duhet emrat e mirë mi o gjetë. Mi emërtu me emra të mirë dhe të kuptueshëm. Nuk ka problem edhe në gjuhën shqipe më konë. S'ka asnjë problem. Thotë kjo përveç që është lëshim në edukimin e fëmijëve, është edhe krim ndaj tyre. Dietari Bekër Ebuzit rahimullahu taala ka thënë, kam vërejtur me kujdes mëkatet dhe gjunat e zakonshme dhe pash se kur robi pendohet nga mëkatet dhe gjunat, teubia interpret ato i ndalën ndikimin e tyre në esencë mirë, po ekzistojnë gjunat që të barten në mënyrë të zinxhirt, domethënë një për gjyshrit baballar të krejt me rend domethënë shkaku i emrave të këqinje. Por më ka gjyshin një emër të keq, ky shkon ja rrigjallat atë emrin e keq. Hajtë më konë emni mirë, këtë në regullë, s'ka problem. Kima emna të sahabëve, subhanallah, po kjo dhe emra luftëtarëve tonë të ma hershën që e kanë bas emrat e mirë. Merje dhe ato se s'është problem. Rëndësishme është më konë me kuptim të mirë. Aleikum salatullah barakatuh. Emërtimi me emrat të ndaluar në apo haram, për shembull El Ahad, nuk lejohet. Ar-Rahman, nuk lejohet. Allah, El Khalik, Abdul Nebi, Abdul Hussein, ose për shembull të krishterëve George, David, Michael, Joseph, Viera, Diana, Jacqueline, ku diun të lifar emna këto që s'din bële njëri au musliman au krishtera çka është apo ta. Emërtimi i tyre me emra që duhet të shmangën apo duhet të jenë haram. Për shembull Faraon, Haman, gjitha këto që kanë qenë kriminala. Para mëno sot mja ngjit emrin i fëmis Milošević. Se Slobodana pet ka Slobodana, po mi thon Milošević. Stalin mi thonë, Lenin, këtë. Pastaj thot Marx, Freud, ku e diune. Një person vllazni, nëse janë gjetë fëmijës vetë, Milošević emri, çka thuti për ta? Se ka dashni ndaj tij. Ka evropian, po ka afinit, ka afërsi edhe ka simpati ndaj ideologjisë tij. Pse janë gjetë emrin? Si në kohën e komunizmit që kanë gjitë emrat e komunistave. Është e njëjtë. Pse na i ngjesim emrat e pejgamberëve? Pse na i ngjesim emrat e sahabeve? Se i dojmë ata. Njëjtën gjë edhe këta. I dojnë ata dhe i ngjesim emrat. Para më ti më kon për shembull besimtar, çka ka faj fëmia subhanallahu, ja ka gjitë baba Lenin. Ditën e gjykimit kur del, hajde o Lenin, në xhenet me hi. Më thonë është të merr është kjo, kupton? Lenini, Stalini, Faraoni, ku e diuna. Këto futen në kategoritë, po është emërtimi me emrat që ka mundësi që fare të mos janë emrat Allahut, Abdul Maksud, Abdul Settar, Abdul Mawjud, më thonë, lloje të ndryshme, po është emërtimi tyre me emrat të urryer në aspektin edukativ që përmbajnë fyerje, që përmbajnë përbuzje, për shembull me thonë koprace emnin me pas, apo frik, axhami, mushk, po e di unë. Kasper, emërtimi me emra që inspirojnë pasion apo dashuri, marrëdhënie, sharmant, fitne, emërtime, domethënë aspektin religjioz që mi thoni devotshëm për shembull. Emër me pas, çish e kemi takfalluk. S'lejohet, apo ta. Thot, kjo përmban lavdrim ndaj vetes tënde dhe nuk lejohet. Për lëshimin në edukimin e fëmijës qëndrimi i gjatë jashtë shtëpisë dhe por përfundojmë disa prindër e lën pas dore vendbanimin e tyre duke qëndruar kohë të gjatë jashtë shtëpisë, edhe s'din çfarë ndodh në shtëpi hiç kur gjë. Tan ditën për jashtë janë, edhe s'din tipi çfarë ndodh në shtëpi. As këshir fëmijë, as këshir gru, si intereson heq, e mas të dul pi dush. Normal që del pi dush, kur s'miresh me fëmijë. Pastaj thot, gjë që shkakton vënien e fëmijëve të tyre përballë sfidave dhe sprova fatkeqësive dhe prej treguesve të kësaj është preokupimi me shitblerje dhe tregti në llogarit fëmijëve. E nëse babai do të çortojë për këtë, ai do të thoshte unë të vërtet jam duke punuar për të mirën e tyre. Udhëtimi gjatë jashtë vendit për punë apo piknik. Shkon tipi ka 2-3 muaj, s'vjen në shtëpi hiç, vallon po shkoj. Po dal në fillon vendin e fëmit. E gruan përkushtimi kohë të gjatë ndaj shoqërisë nëpër takime apo ndeja nëpër piknik. Neglizhenca ndaj shtëpisë së parë kur babai martohet me një grua tjetër për të banuar me të në një banesë të re. Sa njerëz të tillë ka që neglizhojnë shtëpitë e tyre të parë kur martohen me një grua të re. Çfarë më një gru pak më të re, edhe më e mirë, edhe ju ka babajat e para, edhe te e dyta shkon më shumë rrin. Kjo është padrejtësi.
Edhe te e para dhe te e dyta kimenet njësoj. E nëse nuk mundesh, atër mëse marto. Heq, ma e një. Ma e një që shpe majmë na, që s'kemi ka qik, edhe o krypuna. E nëse dush mi marë dytën, tretën, bënoj drejt. Bënoj drejt. Këto ishin disa prej aspekteve, jo s'penali heq avni, si qashtu është. Qashtu është avni. Këto ishin disa prej aspekteve dhe pasojat të qëndrimit jashtë shtëpisë, sa shumë përmban kjo vepër në vetveten e saj injorim dhe mangësi ndaj edukimit të fëmijëve, e sa bukur është thënia. Nuk është jetim ai të cilët prindërit ju larguan nga brengat e kësaj bote, e atë e lanë pas të nënshmuar. Por jetim është ai të cilin i takon të ketë një nën që vazhdimisht e braktiste dhe një baba të preokupuar. Ç'kjo jetimi? Nuk o jetima që e kalon baba e nona. Po thotë që ky jetim është që realisht ka babë e non, po s'intereson heq për fëmijën. Po, dekje për zonë. Dhe në takimin e radhës me lutja kundër apo mallkimi kundër fëmijëve, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.